Kjo është hyrja për zonën turistike të Shkodrës që ka të bëjë me brigjet e liçenit të Shkodrës, nga ish-ndërmarrja e peshkimit deri në Shirok e Zogaj. Është pikërisht segmenti rrugor përtej urës së vjetër të Bunës, ku banon komuniteti rom, as pak i panjohur për qytetarët shkodran, as për ata që e kanë vizituar qoftë edhe një herë këtë zonë, por mbi të gjitha as për drejtuesit vendor të Shkodrës gjatë këtyre 35 viteve të fundit. Një hyrje as pak e denjë, aq më tepër për një qytet të mirënjohur si Shkodra dhe mbi të gjitha për hapësirën mjaft të bukur natyrore që të ofron vetëm pak metra përtej saj, liçeni i Shkodrës me ekosistemin e tij, pika turistike dhe malin e Taraboshit. Për të shijuar këtë pasuri natyrore të jashtëzakonshme duhet të kalosh pikërisht nga ky segment i katandisur gjatë 35 viteve, në gjendje si mos më keq, me pamje shqetësuese deri në ekstrem. E patolerueshme është një gjendje e tillë, e cila faktikisht tashmë është përfshirë në projektin e zgjidhjes përfundimtare, që po zbatohet për hyrjen tërësore të Shkodrës. Por nisur nga rëndësia që ka zhvillimi i turizmit në këtë zonë, është e domosdoshme të ndërhyet pa humbur kohë për këtë situatë emergjente, në mënyrë që imazhi i saj të mund të përmirësohet sa më shumë të jetë mundur, derisa të mbërrijnë punimet e projektit hyrjes të Shkodrës për zgjidhjen përfundimtare.